është një sfidë për mua, një eksperiencë e mirë, duke menduar se do të falenderoj sigurisht edhe stafin, presidentin Albert Xhabafin, të cilën ka shprehur besimin që unë të drejtoj punën në mes dhe të jem këtu në stafin e tyre në akademik, që është shkolla e futbollit dhe akademia e futbollit FK Vora në Tiranë. Po, pra është vendosur në skuadrën e Tiranës Vora me gruposh atu në 19, po tek i me pas edhe një detyrë tjetër në skautimin dhe zbulimin e talentëve të ri të kjo skuadër. Po sigurisht do të kem skautimin e talentëve ku do të shiqojnë edhe për ekipin e parë, për senior. Ka ideja për me u angazhuar atje, si erdhi puna për ta vazhduar karrierën në Tiranë? Ideja erdhi se kam një shok, një mik, një Geni, do të thotë Maringen Meta, është një shok i imi, ka moshëm dhe ai merret ka qenë futbollist dhe duke ditë eksperiencën time dhe këtë rrugtimin tim me kategoritë me grupmosha të reja dhe vlerësimin që ka bë dhe ai është një dora kyçe që unë sot ekzistoj këtu dhe jam këtu. Tash keni punën, ç'është po duket ambienti atje? Kom filluar punën prej 5 janarit, mirë është ambienti, është super, kushtet janë perfekt, kështu që unë mendoj se do t'ja arrij atij qëllimit. Kështu kemi disa futbollistë që kanë ardhur, një do të vinë nga Kosova, ne kemi këtu nga Kosova në Deçani, është Arson Herizaj, i cili është në ekipin e parë, por kyçet ndonjëherë edhe në ushtrimet e unë në meqet, dhe kemi një potencial, kemi 2 ganez, kemi një nigerian, do të thotë, sepse këtu kanë drejtë unë në 19 me lujtë në moshën 2006, 6 veta të cilët ndrohen, vetëm ata ndrohen, do të 6 të kesh në 20. 3 fillojnë në 19 e parë dhe 3 do t'i kesh në shtorë. Fantastike. Cilat kanë me qenë planet e tua me ekipin në këtë pjesën e mbetur të kampionatit? Pjesa e mbetur, sepse na jemi pak dhe keq në tabelën, ka marrë se me një eksperiencë. Sigurisht jo ta shpëtoj, por do të mundohemi sigurisht të shpëtojmë, sepse nuk ikin larg pika dhe pa aty nëse vetëm i fundit bjen, i kemi edhe 18 ndeshje, kështu që është kampionat i gjatë, 18 ndeshje janë shumë të mira dhe janë shumë do 18 ndeshje shumë. Është një maraton i gjatë ku na mundson të jesim në futboll, në superior, sepse kjo garon në kategorinë superiore të mëngjesit. Po. E morët edhe një lajm të mirë sot, Vora triumfoi ndaj Partizanit 0-1 në rezultat shumë i mirë. Ka edhe inaugurimi, fati i mirë që ka edhe inaugurimi i stadionit të ri tek Vora dhe që janë vitorë dhe fitoria dhe kështu që shumë mirë, perfekt gjë. O dok stadiumi të cilin e promovoi kryeministri Edi Rama u dok mjaft i bukur. Shumë i bukur është, me standarde shumë të mira, kështu që janë kushtet perfekt, është një njeri i cili ka investuar shumë. Para 4 viteve ka marrë në 2020, në 2022 ka marrë ekipën prej kategorisë 3 dhe ka ta plasoj në superiore, sepse ka nga garuar si shkolla e futbollit. Kanë hyrë në kategorinë e 3 çdo vit dhe kanë arritur sukses të madh. Është një njeri i cili ka investuar shumë. Fatmirësisht shpresoj që të kemi sa më shumë këso njerëz që bëjnë investime realisht pasi i nevojitën në sportet, nuk janë të mjaftueshme kurrë. Çka dallon pasi ki përvojë shumë me futbollin kosovar, çka dallon futbolli kosovar prej atyre të Shqipërisë me punën që e duke bërë atje? Këtu dallon sepse unë mendoj që këtu më shumë sa po është sipas provojës janë të 10 ditë këtu 2 javë, e japin më shumë rëndësi grupmoshave të reja, shfrytëzohen terrenat ndamës kanë. Do të thotë sikur të na ka filluar ajo mirë, po nuk po japet shumë rast grupmoshave të reja. Kështu që unë mendoj që këtu kanë këtë përparësi. Dallimi është pak futbolli, unë mendoj që është pak më i fortë, do të thotë ashtësi ka ana ashtësi se pasë pak duele shumë, intensiteti pak më është më i lartë, por edhe liga jonë Kosovës nuk duhet të harrosh sepse edhe liga jonë ka përparuar, ka fituar cilësinë.
Tha që përvoja jote e mëhershme me zbulimin e talentëve e ka tërheq vëmendjen e Vorrës për me të punësu atje. Për dëgjues e shkon mirë ndoshta me përmend disa prej emrave me të cilët ke bashkëpunuar gjatë karrierës së tyre. Unë kam bashkëpunuar gjatë karrierës dihet me grup mosha ku fillon prej Milotit, fillon Florent Hasani, mandena vin gjenerata 2004, 2005, që në Ermir Rashid, Shtadlin Maluku, sidomos tash është me din Gashi, janë gjitha futbollistët që tash vetëm se dihen që janë në nivele të larta duke luajtur. Për asaj që ke pa deri më tash, ka shumë edhe të tjerë. Po tash pritet të jenë 3 që do të vinë. Po. Ardhën dhe, kështu që unë jam në shërbimin e tyre gjatë kohës, do të jem gjatë jetës. Sa kam fuqi. Po. Edhe nuk e ke ndarë realisht punës me grup mosha të reja. Për asaj që ke pa tash e di që është herët, po për asaj që ke pa tash, a ka potencial për ndonjë futbollist brenda ekipit të Vorrës? Potencial me shatë futbollisti ynë edhe 2 ganest, të cilë janë me të vërtet kualitativ, po ky futbollisti ynë, unë shpresoj që në të jarë me shumë furt basë kësaj sezonës, unë shpresoj që në sezonën e re do të jetë shumë shpejt futbollisti kategorisë seniore, sepse është i lindë në 2007 dhe ka potencialin shumë të mirë. Atëherë, po mos më të marrë shumë kohë sa po i ke kryer stërvitjet me ekipin e Vorrës. Të falenderoj shumë që ishe sonte me neve në Radio Dugaxhini me emisionin Sportfolio. Ju falenderoj shumë. Jeni një radio shumë që jap një hapësim kështu trajnerëve sepse duhet edhe live të uroj dhe Seidi të mbash, i cili në të vërtetë është një punëtor. Po. Që i takon kësaj periudhë, sa është pak më i risoni, po është një trener të cilën duhet të përvojëzuar. Perfekt, sepse kam dëgjuar që edhe ka shkuar në Fillon. Po. Shkif në Fillon dhe jashtë. Të falenderoj shumë për kohën edhe shumë suksese në Shqipëri. Shumë faleminderit dhe juve. Gjithashtu.